4 muaj pas ndalimit të qarkullimit të monopatinave, qytetarët dhe aktivistë u mblodhën në një protestë para Ministrisë së Brendshme. Ata kërkojnë kthimin e skutrave të sekuestruar, shfuqizimin e vendimit për ndalimin e tyre, si dhe dëmshpërblim për bizneset dhe qytetarët që sipas tyre kanë pasur humbje ekonomike. Anullo urdhrin absurd që kanë nxjerrë në 13 tetor. Kthej pronat qytetarëve që u ke marrë dhe degradohen në komisariate, dhe dëmshpërblej ata që u ke sjell dëme, qofshin biznese apo qytetarë. Me pankarta në duar dhe të indinjuar, ata shprehen se monopatinat u lehtësojnë lëvizjen dhe punën e përditshme, duke theksuar se nuk janë kundër rregullimit të përdorimit të tyre, por kundër ndalimit të plot. Më është bllokuar komplet puna, sepse shkonin dhe vinin bashkë në punë, po e marr thjesht nga familja ime. Monopatina ishte një zgjidhje e drejtë për familjen time dhe unë kurse ako dhe karburant dhe njëmit gatë që t'i përgjithë të kurseve, karta e identitetit, ndoshta ndonjë patent, dokumenti dur, skafandër, diçka tjetër. Pajsoj edhe një biznes të vogël familjar që ne kemi për riparimin e skutrave elektrik, një biznes që paguan çdo muaj detyrime, taksa, qira dhe të paktën 4 muajt e fundit. Logjikisht ne na duhet të marrim kredi për të përballuar gjitha këto kosto. Është antiligjore nga fillimi në fund, sepse sekuestrimi i pronave private është absolutisht i paligjshëm, por bëhet fjalë për kosto miliona euroshe. Ndërkohë disa ditë më parë, ministra Koçiu ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e monopatinave, duke bërë të ditur se po punohet për hartimin e një kuadri të ri ligjor që do të rregullojë këtë aktivitet.